Britania në zemër të Europës duket që është plani për të cilin po qëndron fort Keir Starmer, kur tashmë më duket se jemi në vitin e 10 të Brexit. Po, Esmeralda, këtë vit bëhet 10 vjet nga Brexit, po në të njëjtën kohë bëhet edhe 10 vjet ku do rishikohet përsëri marrëveshjet dhe traktatet që Britania e Madhe negocioi me Bashkimin Evropian. Edhe Keir Starmer ka bërë shumë të qartë dhe duket që është kaliti i betejës që ta parafroj Britania e Madhe sa më afër me Bashkimin Evropian të mundshëm, si nga ana politike, po dhe nga ana ekonomike. Ka patur disa teza të ndryshme që të rikthehet në tregun e përbashkët evropian. Për momentin nuk është artikuluar qartë, por disa nga projekt ligje që po kalojnë do ta bëjnë që ta ketë në një qasje sa më afër Bashkimit Evropian. Dhe Keir Starmer ka qenë edhe goxha i drejt për drejt ku ka thënë që vendet e tjera, të përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, përtej premtimeve dhe pozitivitetin që ata kanë treguar, në ana jonë ekonomike nuk është se ka patur një impakt. Pastaj me ardhmën e Trumpit është më së qartë edhe ne kemi diskutuar edhe në të kaluarën që ka patur një përplasje të hapur. Pavarësisht vizitës së mbretit, pavarësisht pozitivitetit që dha vizita e mbretit, përsëri ndasitë politike ngelen aty. Mendoj se Keir Starmer është në qasjen e dur dhe ka hapësirën kohore të dur, sepse i ngelen edhe 3 vjet të tjera ku mundet ta realizojë këtë plan. Përndryshe pasaj nuk i di se çfarë mund të ndodhi dhe nuk do ishte jo lartë që Nigel Farage të bëhet vërtet një faktor shumë i madh politik, sepse është aktualisht, por mund të jetë akoma më i madh. Mirë, po sa e duan britanikët një tjetër afrim me Bashkimin Evropian, duke parë numrin e atyre që donin të ndaheshin nga Bashkimi Evropian. Ka ndryshuar qasja tani? Atëherë sondazhet sot tregojnë që mbi 52% nëse do kishte një votim sot, do votonin për të qëndruar në Bashkimin Evropian. Por neve dhe mos të harrojmë që neve sot kemi dhe një brez komplet tjetër, mbi 10 vjet, që njëherë janë rritur jashtë Bashkimit Evropian, ata shikojnë benefitet që mundet të kishin. Edhe një nga ato që shpesh artikulojnë që sa të gjata janë radhët për të udhëtuar. Për të shikuar pasaportën. Jemi bërë njësoj tani. Shkojmë në të njëjtën radhë. Pastaj edhe bizneset kanë shprehur jashtë pak kënaqësi ku është rritur Kosova e tyre për të shkëmbyer, sidomos një në tregti. Kështu që ka vërtet një momentum nga mbas në rast se do bëhet një referendum tjetër. Keir Starmer, po dhe Partia Laboriste nëse vërtet duan ta bëjnë këtë, është që ta përgatisin terrenin dhe në zgjedhjet e ardhshme të shkojnë të thonë që neve duhet të ribashkohemi i Bashkimit Evropian edhe të bëjnë një referendum të dytë. Ajo do ishte shumë herë më i qartë se sa të mundohen që të bëjnë disa legjislacione. Po ne kuptoj që Keir Starmer do të jetë i kujdesshëm në këtë qasje, sepse akoma mendon se ka një terren kundër rrymës së Bashkimit Evropian, për sa kohë Nigel Farage është edhe në parlament. Si një jurist dhe jurist shumë i mirë, të paktën, siç thonë ata që e njohin, përgjithsisht marrin hapa të ngadalshëm dhe të vegjël duke ju përshtatur kornizës, po them, ligjore. Nuk janë më shumë të guximshëm se që janë të tjerë që nuk merren me fushën e ligjit. Natyrisht, edhe ajo është edhe qasje që Keir Starmer ka bërë, duket që e ka dhe në favor disa gjëra, sepse ne po shikojmë që dhe Bashkimi Evropian po përfshihet shumë më shumë në siguri dhe ka shprehur shumë hapur që dëshiron që Britania e Madhe të jetë pjesë e çdo iniciative që po bëhet për siguri, duke qenë se është edhe një nga vendet që ka armë përtamore. Kështu që nga kjo qasje mendoj se është më e dura që Keir Starmer po bën, por besoj duhet t'ia lëm kohës. Andi, si është pritur në Britani të Madhe deklarata e Vladimir Putin se është tashmë është koha për t'i dhënë fund luftës apo lufta po shkon drejt fundit, ka kërkuar Gerhard Schröderin që si negociator, nga ana tjetër Vadeful, ministri i jashtëm gjerman, ka thënë se negociatat për europianët duhet të jenë në formatin E3, pra Gjermani, Francë, Britania e Madhe. Në Britaninë e Madhe e kanë mirëpritur në parim që duhet të ketë një takim për të diskutuar fundin e luftës në Ukrainë. Natyrisht nuk e kanë pritur mirë
ato deklaratat e fillimit të Putinit, ku thoshte që janë mëse të mirë se pritur të vinë në Moskë dhe neve ta diskutojmë më gjithësisht, po ato janë lojat e mendjes që zakonisht Vladimir Putin bën dhe i bën më mirë se kudo tjetër një ish agent i KGB-s. Dhe kjo duket që qasaj që Putini do të bëjë që të tregojë që është një lider i fortë dhe që çdo kusht i marrëveshjes të bëhet në kushtet që ai dëshiron. Po natyrisht dhe europianët dhe në Britania Madhe kryesisht kanë thënë që është koha që neve të negociojmë, por gjithmonë që të jetë një marrëveshje e drejtë dhe që të jetë që ta mbrojë Ukrainën në të ardhmen. Problemi që Britania e Madhe ka është që nuk dëshirojnë që Putini të krijojë përsëri mundësim për ta sulmuar qoftë Ukrainën apo vendet e tjera dhe për këtë qasje duhet të jenë shumë më të drejtë. Për sa i përket pasaj se çfarë Putini ka thënë që të bëhet Gerhard Schröder si ndërmjetës, është hedhur poshtë si ide, sepse ne dihet që Gerhard Schröder ishte një ish politikan shumë pranë Kremlinit, dije që ishte në bordet e ndryshme të kompanive shtetërore të Rusisë dhe natyrisht legitimiteti i tij për të qenë një negociator nuk duket që është fort legjitim apo i besueshëm. Gjermania nga ana tjetër ka qasjen e saj dhe neve duhet ta marrim edhe pak atë me rezerva sepse në fund Gjermania ka qenë ajo që ka ushqyer me para pafund Rusinë dhe sidomos Putinin.